Jo vetëm leta filloi nga lajmi I fundit të SPAK operacion për pastrimin e parave nga biznesmeni tet I njohur Orest Sota te një emër që është edhe më I njohur Artur Sheu. Që emrin e ka te çështja e Zvërnesit. Që është sigurisht protagonisti. Pra, dhe një tjetër arsye që njerëzit dalin në shesh. Vetëm Arber ndjes, vetëm një ndërhyrje. Qytetarët duhet të kenë parasysh një gjë. Ngjarjet, reagimi prodhon reagim. Heshtja, pajtimi reagon edhe, si do të prodhon edhe pajtimin e institucioneve të drejtësisë, sepse në fund fare institucionet e drejtësisë duhet të bëjnë aktin. Pra, aty ka qenë dy personazhe në fjalë, aty kanë qenë gjithkohës duke pastruar para. Por ishte ky presion I cili e kthen, si më thënë, objektivin tek ajo që është e rëndësishme dhe që është e dëmshme për shoqërinë, dhe vëndën seder ata institucionet drejtësisë I cili, si në shumicën e rast punon me regji, po ndoshta punon edhe për, si më thënë, për shkak të një presioni social. Sepse presioni qytetar, A ka frikë SPAK-u se shkojnë protestat ke SPAK-u, se drejt asaj po shkon. Dje për herë të parë u artikulua një kërkesë për hetim nga sheshi dhe në këndvështrimin tim është gjëja më e zgjuar që është artikuluar në shesh, kërkesa për hetim ndaj kryeministrit, më shumë se sa të ikim burg apo të iki nga detyra. Fakti që u kërkua hetim më duket jo vetëm e materializueshme, por është kërkesa me efektet më shkatrimtare për rilindjen dhe për kryeministrin. Derisa kërkohet hetimi jemi në rregull, e rëndësishme është mos kërkohet dënim pa prova. Kjo do ishte e dëmshme. Këtë po them. Hitaj? Shiko, është një zhvillim shumë pozitiv. Dhe duhet I kërkoj ndjes të ftuara që kisha parashikuar për në fund, po janë zhvillime shumë forta. Është një zhvillim pozitiv, është mos gabojmë në këtë operacion të SPAK edhe Ili Shtufi, pjesë e këtij hetimi. Ja pra, kjo është problemi, përse njerëzit dalin në rrugë. Ja pra, një nga arsyet, një njeri I cili tashmë ka akuzë zyrtare për pastrim parash, siç është Artur Sheu, merr prona, I merr me dhjetra, me qindra hektar, ndërsa një qytetar I thjesht vuan dhe shikon në jetën e tij që t'i marrin pronën para syve. Pra të shikosh film me jetën tënde është një gjë shumë e rëndë dhe kjo është një nga arsyet që një pjesë dalin protest. Janë njerëz të cilët nuk kanë marrë dot as pronat e tyre. Pra e kupton në çfarë situate jemi. Ky pra është problemi. Ajo që ne themi dhe prandaj unë mendoj që një lëvizje e tillë është gjëja më e mirë që ka ndodhur vendit në këto vite. Ka qenë një lloj apatie, ka qenë një lloj mosbesimi. Po detyron SPAK-un të lëvizje edhe në drejtime tjera? Unë besoj që kërkesë e dytë për arrest për Ballukun. Shiko, unë uroj që po. Unë ta kam thënë këtu në studion tënde, tashmë duhet të aplikohet modeli italian. Pra nuk mundet të ketë sa ndodh një protest të ketë hetime. Nuk mundet që çdo 6 muaj të një zyrtar të shkojë dhe të ndiqet penalisht të kërkohet arresti I tij etj. Duhet të jetë një on blok që do thotë ajo që ka ndodhur në Itali në viteve 92, duart e pastra nga një biznesmen në Milano, u arrestuan të paktën 1200 zyrtar të kohës në Itali, u shua një klasë e tërë politike, pra socialistët dhe demokristianët, dhe u shua komplet dhe ka patur 5000 veta të hetuar. 1200 të dënuar dhe gati 3000 të tjerë të hetuar. Në 80 milion italianë, ndërsa ne kemi po aq do të ardhë më shumë. Ishte bërthama e korrupsionit dhe problemeve që kishte vendi. Pra në një aksion, një vit e gjysmë, atje u zhduk një pjesë e madhe e korrupsionit dhe nga një moment Italia u fut në G7, u fut në 7 vendet më të industrializuara të botës, pati një hoftje jashtëzakonshme ekonomike etj. Dhe unë mendoj që bën gafën e euros. Pastaj po kjo është histori. Dhe unë mendoj që kjo duhet të ndodhi në Shqipëri. Nuk mundet tani që prokuroria speciale të bëjë hetime sa ndodh një gjë. Pra nuk duhet të ndjekë ngjarjen, duhet të jetë ajo ngjarja. Dhe çfarë janë pushtetarë niveli lokal, niveli qendror, biznesmen, njerëz që kanë bërë korrupsion në këtë vend, duhet të jenë në një paketë të madhe, në një po them aksion të madh, në një maxi proces. Pse jo, ka ardhur koha në Shqipëri që të ketë një maxi proces dhe të patjetër politik dhe jo vetëm. Po I bie vetëm mazhorancës se opozita dhe të pastrohet një herë mirë.